Dhe shkojmë në fund tek një lajm I radhës, do të ndalemi tek Trump, I cili ka ndërmarrë, le të themi, procesin e radhës tashmë. Presidenti I Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka nënshkruar një shpallje presidenciale që parashikon tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga 35 organizata ndërkombëtare që nuk janë pjesë e Kombeve të Bashkuara, si dhe nga 31 entitete të OKB-s, të cilat, sipas administratës amerikane, operojnë në kundërshtim me interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Lajmi u bë I ditur përmes një deklarate zyrtare të Shtëpisë së Bardhë dhe nga ana tjetër në deklaratë thuhet se organizatat në fjalë promovojnë politika radikale klimatike, qeverisje globale dhe programe ideologjike që sipas Washingtonit bien ndesh me sovranitetin kombëtar dhe fushinë ekonomike të SBA-s. Megjithatë, Shtëpia e Bardhë nuk ka publikuar një listë konkrete të organizatave apo entiteteve nga të cilat vendi do të tërhiqet, duke shkaktuar patjetër e padyshim paqartësi dhe kritika nga qarqe diplomatike dhe analistë ndërkombëtar. Sipas administratës Trump, ky vendim është rezultati një rishikimi gjithëpërfshirës të gjitha organizatave, konventave dhe traktateve ndërqeveritare ndërkombëtare ku SBA-ja është anëtare ose palë. Kur u kërkuan detaje shtesë përfshirë listën e plotë të organizatave, Shtëpia e Bardhë nuk dha asnjë përgjigje të menjëhershme, që nga fillimi I mandatit të dytë, rreth një vit më parë, pra nga janari I vitit 2025, presidenti Trump ka ndjekur një qasje gjithnjë e më skeptike ndaj institucioneve të ndryshme, ashtu sikurse në këtë rast janë organizatat ndërkombëtare dhe ai ka shpallur tërheqjen prej tyre. Janë marrë hapa po ashtu nga administrata e Trump për të zvogëluar financimin Amerikan për OKB-n, ka ndërprer angazhimin e SBA-s me Këshillin e OKB-s për drejtat e njeriut dhe ka tërhequr vendin nga Agjencia Kulturore e OKB-s UNESCO. Dhe po ashtu, Trump ka njoftuar plane për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe nga Marrëveshja e Parisit për klimën, duke e thelluar akoma edhe më tej ndarjen e Washingtonit nga rendi ndërkombëtar shumë palësh, cilat janë arsyet që qëndrojnë pas kësaj nisme të administratës së Trump mbetet për të thelluar akoma edhe më shumë, sepse ndoshta shkon përtej interesave, sikurse edhe është bërë e njohur paktën deri më tani nga informacionet zyrtare, mbase ka arsye të tjera të cilat vlen për t'u përmendur dhe për t'u analizuar. Por deri në këtë pikë mbetet të besojmë atë çfarë dim dhe atë çfarë, le të themi, është konfirmuar edhe nga burimet zyrtare. Nëse është një tërheqje e përkohshme apo jo, këtë nuk dim ta themi ende, megjithatë presim deri në një njoftim të dytë. Deri më tani Trump ka ndërmarrë disa hapa të tjerë për të ndryshuar klimën ekonomike dhe sociale në Amerikë, sikurse është edhe migracioni, apo edhe politika të ndryshme, sikurse është financimi I të rinjve, në mënyrë që në të nesërme të ketë një të ardhme më të thjeshtë, sepse një nga problematikat më të mëdha që po haset tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është strehimi në mesin e gjeneratave të reja. Dhe me këtë lajm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që me sa duket nuk do t'jenë më ëndra e të gjithëve, nuk do të ekzistojë më ëndra amerikane, duke ju referuar tyre ndalimeve të ndryshme, kemi përfunduar me viralin për mëngjesin e sotëm.